Çfarë mendoni për rezultatin e zgjedhjeve? Atë që kishim pritur. Ju çfarë mendoni? Ishin çmendur njerëzit të votonin për një përkrahas të Belerit, për një kriminal që ne jemi duke u përpjekur ditë për ditë tërë Shqipëria është duke zjerë si ka mundësi që Beleri të jetë i lirë. Edhe vetë Rama nuk i kishte parashikuar të 3 mandate. 4 mandate. Kesh mandati 4. A këto 3 mandate shtesu ati? Që e dinim që do shkojmë mbi 12 vjetë Rama, ne e dinim. Me këtë opozitë që ka përballë, unë kisha thënë, kam thënë këtyre legendëve, po këta nuk janë gazetarë. Unë ju thashe, transmetojnë si që them unë rëndë, me vjen keq se je femër, edhe je vajzë, moshe re, po unë ju kisha thënë këtë fjalë. Edi Rama me këtë opozitë që ka përballë, ka filluar politikën e shfutur me flokët e zeza, i ka patur gjitha flokët e zeza. Si ti dhe si ky, jo si unë. Dhe i është zbardhur dhe qimje fundit u pata thënë gazetarve, jo juve, po përsërisë edhe këtu, i është zbardhur dhe qimje fundit e leshit të kokës. Edi Ramën me këtë opozitë që ke përballë, kam thënë dhe po përsërisë, ka për të qenë në pushtet derisa të zbardhet edhe qimje fundit e leshit të bythës. Mbarojnë këtë punë dhe. A do t'jap dorëheqën Berisha? Ai është mësuar me tokën e zanën. Kush humbet nga kjo? Ata që kanë zanën tokën me huj. Prandaj ata janë duke kërkuar. Veriu nuk është me këta. Ata që kanë punuar me gjerës, që kanë derdhur gjerës, ata që e kanë bërë nga themeli deri në të majtë e qatis, me gjerës, shtëpinë, pasurinë, këtë ndin, janë të gjithë për një formacion të ri, sigurisht të gjatë që duhet, dhe nuk e mohon njëri, po jo për këta sot që mbështesin Belerin dhe tradhtarët të tjerë si Belerin, kriminal të tillë, janë të gjithë ata të tokës së Xanun. Erdhën këtu, zunë tokat e huaja, pushtuan Tiranën, pushtuan vendin, jo Tiranën, po pushtuan një pjesë të saj, edhe këta parazit bëhen me lloj-lloj bashkëpunëtori, lloj-lloj bëhen bashkëpunëtor me lloj-lloj tradhtari, kolaboracionisti, vetëm për të mbajtur vendin, atë të Xanun dhe pjesën e partisë. Duhet ta kishte dhënë dorëheqjen, pa i tillë është, i tillë ka qenë, i tillë ka për të vdekur. Për rezultatin e zgjedhjeve, a është dhe një mesazh për afrimitetin që ka Berisha me Belerin? Sigurisht që po. Në të gjithë Shqipërinë, kam qenë në Gjirokastër unë kam vi nga Peshkepia. Dje, në këtë orë, kam qenë në postën e Peshkepisë, duke bërë për profilin tim dhe për me gjatë, duke marrë dhe informacione dhe libra në lidhje me atë jemi duke ndjekur. Belerin kemi përtaquar në burg, keni për ta parë, atë eurodeputatin që thoni ju, ka për të përfunduar në burgim të përjetshëm, ai njëri që si o mbush mendjen juve, ky që keni këtu, që juve o mbush mendjen po disave jo. Edhe të tjerë si unë kam përtaquar brenda, mbajini mend ka për të bërë shembull ai njëri, siç u bërë Jon Velia, që ju pa ta thënë dhe su besohej disave. Keni për ta parë, eurodeputat ka për të përfunduar brenda me burgin të përjetshëm, se ka vrarë dhe dihet, janë duke dalë njëra pas tjetrës. Kështu që mesazhi është edhe për Belerin, domethënë bashkëpunimi me Belerin, të shkosh bashkëpunim me Radoj Çiçin e jugut, siç ishte bashkëpunimi me disave me Radoj Çiçin e pjesës Severiut të Kosovës. E njëjta gjë është. Mesazh i fortë, i prerë dhe i qartë. Kush e kupton? Se kupton Berisha, s'ka si ta kuptoj. Pa mbajë mend këtë që them unë. Merri fotot e Berishës këtu, merri foton e vëllait të tij, të babait të tij, të xhaxhait të tij, kujt i ngjan nga familja e tij Sali Berisha në fytyrë, asnjërit. Ja këtu jemi, e shikon si ta drejtoj gishtin unë. Baba im, vëlla im dhe Dilaveri bashkë, po të na vesh në foto, nuk din ta ndash. Ky është Meti, thon ky është Dilaveri. Nga 3 njerëzit që si jemi, kemi 4 vit diferencë njëri me tjetrin. Here, asnjëri si ngjan, as babait, as xhaxhait, as vëllait, as kërkuj. Nga doli, s'ka për të dhënë dorëheqje, njerëz të tillë s'japin dorëheqje kurrë, me tutje. Ka figura të tjera Partia Demokratike që mund ta marrin drejtimin e PD-s vetë? Tomorali Koti. Një Tomorali Kotin ti? Është një Tomorali Koti atje që thotë do të hatë gjallë. Ai s'kan do të një qofte. Tomori. Kur thotë Tomori do të hatë gjallë, të vjen vdekja ma. Pa mana. Kur vase Ali Mehmeti, doktori Bilibotës. Në kulmin e rinisë, në kulmin e energjisë, doktor. Dhe kur vje puna të ngel pre Ali Mehmeti i Sali Berishës, po t'ishte, po të me kishtë thënë, ja, po të them unë, po të kishtë qeni pse në lezin në kryet Partisë Demokratike, me doni ju se do kishtë pat të rezultat Edi Rama kurrën e kurrës. Kush është Ipseni dhe kush është Saliu, dhe kush është Ali Mehmeti dhe kush është Tomorali Koti. E këlliqe, sa të tjerë, po e dëbuan, ati tjetërit hengë në kokër sokollodashit e saj, sa të tjerë. I kanë dëbuar nga Partia Demokratike, aty ka për të nejtur, gjithmonë me poshtë, dhe uroj të shkoj dhe me poshtë. Nuk bëhet të parti me gazetarë.
tjetër me Lidhur tutje. me protestën që është thirrur ditën e nesër, a mendoni se do ketë tensione? Edhe pse ai ka thënë që do jetë një protestë e Dash tjetë qetë, dash tjetë pa tensione. Ata e dinë more miku im. Ata nga Bashkimi Evropian dhe këta këtu brenda që kanë mbështetur Fredi Belerin, ne dim që janë armiqtë e Shqipërisë. Dhe ata jashtë dhe këta brenda që mbështesin Fredi Belerin, një kriminal që s'ka lënë gjë pa i bërë këtij vendi, që ka plagosur, ka vrarë, që ka terrorizuar, që ka marrë peng, me gjithë të tjerit, atjetë bashkëpunëtori i Mavit, kanë bërë gjëra të reja. Ne dim që janë armiqtë të Shqipërisë, qoftë ata që e mbështesin nga jashtë, qoftë ata që e mbështesin nga brenda, po janë një grusht njerëzish, nuk janë shumë, s'kanë që të bëjnë asgjë. Tuar një ligj që punonjësit të punojnë më pak orë në javë. Çfarë mendoni për këtë? A do të bërë kjo edhe në Shqipëri? Po është e vërtet, pasi tani në BE, fundjava është gati pushim, pasi e premte shtun e diel, dhe me thonë, njerëzit argëtohen, e shkojnë në plazhe e gjëra, dhe për atë dalin protesta që të ulin çmimet, edhe të ullet e gjithë kjo mbi garkesë për shkak të turistëve, pasi si që dini njerëzit përfitojnë dhe me thonë nga ardha e turistëve dhe ngrenë çmimet. Dhe inflacioni dhe me thonë bëhet dhe me rrezikshëm për jetën e tyre. Por në krahasim me Shqipërinë, kjo është komplet e ndryshme, pasi ishte një kompani në Vorë, te Gazeta Qesi, që thoshte 6 ditë në javë, nga ora 8 mëngjesit deri në 4-5 ditës dhe transporti bëhet nga firma. Kur unë paraqita, ndodhi komplet e kundërta. Do me thonë, transportin e bët e firma, po ai thoshte nga 8 i mëngjesit deri në 8 darkës, se ndrysheti mbrëmje ditës. Pastaj kishte 900 euro, e kishte te Gazeta Qesi, tha 500 euro, pasi je fillestar. Dhe e parë që ishte një manipulator. Janë për një punë në Vorë? Po? Do lini punën tuaj të SIA për Po. një punë të tillë? Po më tepër më shtyn kurioziteti, pasi edhe kështu do të thonë duke shëtitur nëpër Tiranë e ndjej veten të padobishëm. Por duhet patur parasysh që Tecia është komplet ndryshe, për shembull, se Çfarë punë do doni që të bëni këtu në Shqipëri? po unë jam këshilltar i presidentit i kryeministit Rama, që prej 2022-shit, në mos gabohem Një do qeshor ja- korik, po. Ja paraqisni kryeministrin kështu si gjë që na uli çik orë punës edhe punoj më pak orë. Po, nëse do ishte e mundur, dhe me thonë, unë mund t'i jepja një sugjerim, dhe me thonë, që në mandatin e 4, dhe me thonë, këto kompanit private të kontrollohen më mirë nga shteti. Po ne nuk e kemi të përcaktuar, dhe me thonë, po mund të shkoj, dhe me thonë, në varet e informacioni që kemi, dhe aty në rrim, dhe me thonë, në një problem të zjarrt, për shembull, aty, dhe me thonë, korrigjim diçka, po jo se unë jam, dhe me thonë, i përhershëm, dhe me thonë, me kontratë punë e gjëra, dhe me thonë, vetëm Sa e paguan? jap mendimin tim. Po mund të shko për shembull 20.000 lekë, dhe me thonë, dita, po mund të jetë 2-3 ditë në muaj, dhe kështu që është më shumë një shumë simbolike se sa një kontratë pune e përgjithshme. Faleminderit. Faleminderit.